se si na me u shpërngull me tu dikun tjetër, ose me përfitu namën të asaj, ka jetu me 170 euro pagë për shtetit, ka punu si shumar në pyjet e tona, që i ka dasht fërt edhe po menoj që ajmë ka shti edhe mu mi dasht ashtë fërt. Si arritja i me gjithë këto shumë të vogël të ju rez edhe të ju shkollaj që të gjithë ju fëmijëve? Mama ka qenë menaxhire e mire. E financave. Anise nështë e pa besushme, po prej 170 euro ti, 100 tjera, qifta të vite, a i ka nda me një familjet një dëshmorit, bashkë luftetarit ti që ju ka pranë tur në luft. E që ja kalon amanet familjen, po babi s'ka pas mundësi ma të ndoja me kontribu pak ma shumë për ta. Po me gjithat, 100 i ka nda për ata, dhe na deri në smundjen e babit nuk e kemi ditë që ku pilen. Ku po shkojnë ato fare? Ku po shkojnë, me gjithat mami ka rrit me 70 euro në shta, pak mil, pak vaj, pak diçka sa me mbjetu. Po i ka menaxhu mirë, deri sa ju më rritë edhe one, pak jëmë bu që me mujtë mi dalë kra edhe one sëdo. E zonja vetës edhe kra familjes. Babit i qëndru të afer deri minutat e fundit, pra po ati fatin që me qenë duket krejt familja afer ti në momentet e pështira, po? Po, pa tjetër që i kemi qëndru afer, fatbarësisht kemi qenë gjithmonë në bashkum, jo veç babi, mami, na fëmija, po edhe gjallartë, edhe shoqëria, edhe i tërë fshati, se prej Lepi ka 400 shpi, po jemi një shpi e madhe. Në këtë sfid kemi qenë bashkë me prej Lepin, bashkë me Kosovën, s'na kanë lënë vetën, po, momentet e fundit kemi qenë pranë shtratit i gjithë. Sigurisht, a ke vështirë ose kush më vonë e kuptoj lajmin për smundjen e ti nga antarët e familjes? Me vonë. Realisht, unë e kom kuptu e para,